Nëse mirët anamneza si shablon, kur dikush bën pyetje ti në anamnezë mund është me shtu edhe njohuri tjera të ati pacienti. Këtë rast, unë muj mës me di që kam apne, po munde me të orientu çfarë çrregullime kam në mënyrë që ti me më drejtu te apneja. Pikërisht, do të thënë, pacienti ndihmon shumë informacione. Nëse informacionet janë të mira, ty një farforme gjysmën e diagnozës ta jep pacienti. Dyshimi, kur vendoset dyshimi, verifikimi ati dyshimit është më i lehtë. Po shpesh të apnea e gjumit kjo e bën problematike, sepse jep simptome që nuk janë karakteristike. Për shembull, se e krahasoj me astmën është mati, janë njëri thotë kam koll, kam frymëzanje, dhe na di që mund të qenë astma ose bronkiti. Po te kjo është shumë jo tipike, do të jam lodhi, kam dhimbje koke, dhe ai shpesh shkon te neurologu. Kam lodhje, shkon merr vitamin D ose merr suplemente të shtrajta pa nevojshme, ose bën teste tiroidës. Gjitha testet nuk e din adresën ku duhet me shku, edhe shpesh nuk mjafton, domethënë dikush me i thonë që qyse ndoshta edhe gjumin është problemi i gjumit. Ndoshta duhet punohet më shumë në informacion rreth apnesë. Unë po besoj me që tash edhe institucionet publike dhe private e kanë aparaturën e testimit, pse jo edhe të bëjmë fushat sa më shumë që të diagnostikohet si problematik që mund shkaktojë probleme tjera.